Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju recetën më të thjeshtë të gurabijeve të fëmirisë që përgatiten lehtë me pak përbërës dhe janë pambuk të buta në brendësi dhe krokante në sipërfaqe. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Na duhen 2 vezë, 150 gram gjalp, 100 ml vaj lule dielli ose misri. E përziem masën shumë mirë. Masën e sheqerit mund ta vendosni sipas dëshirës suaj, nëse i dëshironi më të ëmbla, mund të vendosni më shumë sheqer. Kam shtuar 100 gram kos, vazhdojmë përzierjen. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe. Kam shtuar rreth 400-500 gram miell, vanilje, një lugë çaji plur fryrës. Miellin e shtojmë pak e nga pak, shkojmë pak në fillim, e përziejmë, më pas duke e punuar dhe duke shtuar miellin në mënyrë që të mund të shihni edhe konsistencën e brumit, pasi varet edhe se sa përthithës është mielli ose dhe se sa të mëdha janë vezët. Gjithsesi vezët që unë kam përdorur ishin mesatare. E punoj me dorë për pak derisa ta formohet një masë e butë dhe jo e ngjitur, në mënyrë që ta punojmë lehtë me duar. I japim formën e toptave të vegjël, ja kështu si po shihni tani në video, mos i bëni shumë të mëdhenj pasi do fryen edhe nga plur fryrësi. Do t'i lyejmë me sheqer dhe i vendosim në tavën e pjekjes. E mira është të vendosni një letër pjekje poshtë në mënyrë që të mos ngjiten dhe pjekja të bëhet sa më e mirë. I vendosim pak larg nga njëra tjetra në mënyrë që të mos ngjiten, se pasi do të fryhen pak. Dhe i pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për rreth 30 minuta më morën mua, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që ju keni. Shikoni pak sa ngjyrë të mirë që kanë marrë, janë shumë të thjeshta, mund të shoqëroni çajin ose kafen tuaj të mëngjesit ose të pasdites. Si ju duket kjo recetë, nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Faleminderit.